Ka dy lloj protestash. Një protest ku qytetarët dalin me meme kreative, me kërkesa të qarta, që pas protestës mbledhin mbeturinat dhe që kthehen në shtëpitë e tyre duke shprehur politikisht mendimin e tyre. Ka dhe një lloj tjetër proteste, atë të agresivitetit, të fyerjeve, të konfrontimit edhe të dhunës verbale, që e kemi parë shpesh në rrjetet sociale e që dje pam edhe live. Teksa dilja nga parlamenti dje, pas një dite të gjatë pune, për të shkuar drejt makinës time, ndalova të disa protestues duke komunikuar normalisht. Më vonë, erdhi një grumbull i madh, agresiv, me fyerje dhe me dhunë, që mund të shkonte drejt dhunës fizike, pavarësisht se unë nuk e pash në asnjë moment diçka të tillë si një risk real. Këtë lloj proteste të dytë, unë e kërkuar. Në jetën time publike e në një vit të jetës politike, nuk më gjeni dot asnjë moment që kam përdorur fyerje, që kam deformuar mbiemrin e dikujt, që kam bërë etiketime të pambështetura në fakte, sepse unë besoj se kjo shoqëri nuk ka nevojë për këtë lloj paradigme, nuk ka nevojë për këtë lloj dhune, nuk ka nevojë për këtë lloj agresiviteti. Ajo që pam dje është se disa protestues, ose më saktë një grumbull i njerëzve të cilët janë të nxitur nga partiza të vogla apo parti të mëdha, shkojnë drejt dhunës, krejt ndryshe nga ajo protesta e sensitivitetit që mbledh mbeturinat në fund të një miting. Dhe këtë ne nuk duhet ta pranojmë si shoqëri. Mua nuk më trem kjo gjë, sepse unë nuk besoj se në vendin tim duhet të kem frikë se ku shkoj e ku eci. Unë nuk besoj se askush në vendin tim duhet të ketë frikë se ku shkon dhe ku eci. Ama, këtë lloj dhune ne nuk duhet ta pranojmë. Ky është destabilizim.